Një aksident rrugor është shënuar në orët e para të mëngjesit të së njëjtës në aksin që lidh Shkodrën me Koplikun në Malësi të Madhe, duke lënë të plagosur një 19 vjeçare. Kjo e fundit ka qenë duke lëvizur me biçikletë kur është përplasur nga një automjet që drejtohej nga një 63 vjeçar me inicialet SL. 19 vjeçaria është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës për të marrë mjekimin e duhur dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë grupi hetimor dhe policia rrugore që mbërritje në vendngjarje bëri ndalimin e 63 vjeçarit me qëllim kryerjen e veprimeve procedurale. Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e plota të këtij aksidenti në një prej akseve më problematike të qarkut të Shkodrës, ku numri i aksidenteve mbetet i lartë. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 49 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 63 vjeçar pasi në kontrollet e ushtruara së bashku me OSHE, në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Specialistët e policisë kufitare nisën procedim penal për një shtetas pasi në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit gjatë kontrollit në automjet ju gjet një sasi nafte dhe disa madhra të dyshuara të kontrabanduara që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Dosjet hetimore për këto shtetas i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.